Në tingujt e bukur të muzikës festive, fëmijët e kopshtit në American School of Kosova sollën gëzim, ngjyra dhe buzëqeshje duke organizuar me dashuri festat e fundvitit. Me performanca plot energji dhe emocione të pastra, ata krijuan një atmosferë të ngrohtë festive, duke shënuar në mënyrë më të bukur mbylljen e vitit. Është një ndjenjë shumë e bukur si prind, se kur vinë në festat e fundvitit edhe kur I shohem fëmijët tonë të urrit, sidomos kur po performojnë në skenë, normal që po na bëhet zemra shumë krenare për vajzat, një ndjenjë shumë e bukur. Kur I shohim ato të urrit, me ato lëvizje, me shfaqje që I përgatisin në shkollë, është ndjenjë që s'përshuhet për çdo prind. Për shkollën tonë do me thonë shumë, jo vetëm për festat e fundvitit, për gjithë vitin, çdo ditë të vitit, kemi të bëjmë me moshën më delikate, me moshën e fëmirisë të hershme. Investimi në këtë moshë është çaq esencial për krejt jetën e tyne, se I fillojnë e I formojnë sjelljet e tyne të cilat I duhen për gjithë jetën.